Dhe dashur miq, është kënaqësi që sot do kemi një linje online me aktorin shqiptar Indri Shiroka, i cili mbar karrierën ndërkombëtare që së fundmi ka spikatur me rolin e Edonit në filmin më të ri të Eduard Grishaj, Pasaporta. Në Pasaporta, Indri portretizon Edonin, një tri shqiptar që përpiqet të emigrojë nga Shqipëria në kërkim të një jete më të mirë. Ky rol është veçanërisht i rëndësishëm pasi reflekton edhe përvojën personale të Indrit, i cili ka emigruar nga Shqipëria që në një moshë të re. Ja tani e kemi, e shohim, i urojmë një mëngjes të mbar. Mirëmëngjes Indri. Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Okej, shumë mirë, shumë mirë. Atëherë po lidhemi direkt nga Italia, ashtu siç e përmenda, jeni shqiptar që jetoni dhe veproni në Itali, jeni pikërisht nga Shkodra, por që jeni shumë kohë në Itali dhe karrierën tuaj tani po e sfidoni atje. Si është ky mëngjes në Itali? Si e zgjuar sot? Jam zgjuar shumë mirë, në radhë parë faleminderit për ftesën. Jam shumë i kënaqur që më keni ftuar dhe jam shumë i kënaqur që jam këtu me ju. Sot është një ditë shumë e bukur këtu në Romë, se ne pak a shumë atë klimën e kena si Shqipni. Edhe ka një ditë shumë bukur me diell. Edhe kështu jam këtu me ju, duke fol. Shumë mirë, është shumë kënaqësi. Madje do të ishte edhe më kënaqësi nëse do të kishim herave tjera në studio, nëse do na vinit edhe në Maqedoni për ta vizituar, nuk e di nëse keni qenë më herët, ose jo. Jo, në fakt, unë pata me ardhë për filmin, për premierën që bëmë në Tetov, po, por për shkak të arsyeve personale, private, familjare, nuk në moment fundit e dogja biletën, edhe nuk, edhe bjen shumë që dhe kërkoj ndjes gjithë publikot që më pritë, se e di që më pritë, por nuk u ba e mujton, por do gjajmë i mënyrë. Urojmë në një të ardhme të afërt edhe në ndonjë film tjetër, pse jo, me ndonjë produksion tonin nga Maqedonia. Pse jo. Indri, si ndjeni që jeni pjesë e një projekti si Pasaporta që trajton një temë kaq të ndjeshme dhe aktuale si emigracioni? Më falë, nuk e kuptova fillimin e pyetjes. Si ndjeheni që jeni pjesë e projektit dhe filmit Pasaporta që prek një temë kaq të ndjeshme si emigracioni? Po, ndihem shumë krenar për faktin rrallë parë që kena pas rastin për me punu një temë tillë, sepse është një temë kaq kontemporan, kaq konkret, kaq aktual që na prek gjithëve, mu të parin që më ka prek, kur unë kam qenë shumë më i vogël, sepse unë kam ikur nga Italia kur kam qenë 9 vjeç. Por në përgjithësi, pavarësisht moshës, është tema e migracionit është diçka që nuk flitet kurrë aq sa duhet, domethënë, sepse po e përsëris na prek tanëve, sidomos ne popullit ton. Edhe kështu që me punu atë temë në një film, me punu atë temë në atë mënyrë, se mos harrojmë që filmi vjen nga një histori e vërtet, që ka ndodhur shumë pak kohë përpara. Edhe për mua ka qenë po e përsëris një herë, unë kam pas fatin për me komuniku me një nga ato kryesor, domethënë nga të cila është marrë kjo histori, një djalë. Edhe ai më ka ndihmuar shumë normalisht për me hi në rol, po thojmë. Thojë se jam munduar, kam bë maksimumin për me ja kthy, domethënë, tana që ai ka kalu bashkë me vajzën. Cilat ishin thuaj komentet që more nga ideali? E pëlqeu rolin tënd dhe kishe atë ndjesinë ti edhe në momentet kur edhe vetë ke emigruar në kohë shumë më herët? Po, në fakt më thanë drejten, unë kam emigru në rrethana komplet ndryshe. Do më thanë, në radhë parë unë kam emigru legalisht. Po, dhe jo ilegalisht, si Edoni në këtë rast. Kurse, jo, si Edoni, po. Ideali në fakt ka me shumë i kënaqur, sepse po e përsëris kena pas disa bashkëbisedime, normalisht para se me fillu xhirimet, se ajo që më interesonte më shumë mua nuk ishte pjesa normalisht e romancës me vajzen, që është një diçka e shpikun, që nuk ka qenë të historia vërtet,
Por ishte normalisht gjithë udhëtimin e për aeroporte me atë ankthin janë gjitha të vërteta. Domethënë kush e ka pa filmin, gjitha ajo pjesë edhe kur ikin në Itali, ku marrin pasaportat në ai grupi kriminal tjetër etj në për aeroport, janë gjitha të vërteta. Edhe ai kam rrit me ma transmetu gjithë këtë ankth, edhe unë shpresoj, besoj që po ja kam kthy, ja kam shpërbly disi. Kam marrë shumë feedback të mirë, edhe jam shumë i lumtur normalisht sepse është si që kam thënë edhe përpara, është fruti i punës. Ne kena punu shumë për këtë film. Edhe jam i lumtur. Indri, më thuaj, meqense filmi është xhiruar në Meksik, në Milano dhe disa pjesë në Shqipëri. Më thuaj, cilat ishin ato sfidat që u përballët përgjatë këtyre vendeve që i keni xhiruar? Sfidat kanë shumë ta. Parimisht gjaja kryesore ka kanë që ne kena ikë me xhiru në Itali dhe sidomos në Meksik pa leje. Edhe domethënë po. Këtë tham se ka pas thënë para me regjizori, përndryshe nuk do kisha. Tallem normalisht. Kjo ka kanë sfida më e madhe sepse ka kanë imagjino të ikësh për herë të parë në një vend që s'ke kanë kurrë, se as njëri prej nesh nuk ishte kanë kurrë në Meksik. Në Itali po normalisht sepse e kena afër. Po në Meksik për shembull, të ikësh në një vend që s'kena kanë kurrë, pa leje. Pastaj aty kishte shumë polici gjithkund, ushtri, polici, edhe e maj mend këtë rast që po e ndaj me ju, ishim duke xhiruar aty në qendër të Mexico City's, edhe u vin fill policë, normalisht ne kishim disa kamera, ke parasysh mikrofona, gjana kështu kur xhirojmë drita. Thonë ato qeni të baj, ju këne edhe zbahet, edhe po disa pajisje. Edhe erdhi një person që kishim aty, një shqiptar që jetonte në Meksik, edhe tha këto marrin vesh në një mënyrë të caktuar, më tha ndoshin pare. Edhe në momentin që ne i dhamë pare aty në produksioni, i dha pare aty në, po, kështu ishte. I dha pare aty në, ai jo vetëm që na la me xhiru, po filloi ai duke na këshillu pse se bani këtë plan, pse se bani atë plan ku polici. Ishte shumë komike kjo situatë. Sa ditë qëndruat atje? Tjera, dhe më thanë. Atje kemi qëndru 10 ditë paka shumë. Sepse kena pas më shumë se një lokacion. Atje kena pas Mexico City, Tulum, edhe Cancun. Kanë tre lokacione në Meksik. Indri, në një intervistë keni... Po ka dalë bukur, besoj. Keni përmendur dhe keni deklaruar që regjisori Eduard Risha ishte shumë kërkues gjatë xhirimeve. Si ka qenë bashkëpunimi? Ka qenë hera e parë që ke bashkëpunuar me të, ose? Më vjen me qesh sepse me Eduardin ka le një miqësi normalisht, mas tana këto aventura e sfida që kena jetu bashkë. Ka kanë hera parë. Unë nuk kam punu kur me Eduardin para këtij filmit. Bashkëpunimi me thënë drejten ka kanë po e përsëris në këto vështirësina që kena kalu, dhe me thënë nëse unë në këtë moment tham që jam shok me Eduard Grishaj mas gjitha ato peripecinave që kena kalu, do me thënë që bashkëpunimi ka kanë masë e suksesshëm. Përndryshe do ishim shok. Ta ke parasysh, kur ke shumë vështirësina, ka dy rrugë më me, o prishesh, o bashkohesh edhe më fort. Në rastin tonë jena bashku shumë, ai është një regjisor që kërkon shumë, se i ka ide shumë të qarta, pretendon shumë, edhe kjo gjë më pëlqen te një regjisor sepse të shtyn edhe ty si aktor për me dhanë maksimumin. Edhe kështu që dëgjohemi tani. Më duket se na iku nga linja Indri. Më vjen shumë keq, nuk e di nëse ka ndonjë problem teknik, nëse... Ja, e kemi me një herë. Më dëgjon tani? E kena, okej. Unë jo një, po. Okej. Indri, më thuaj, e kemi përmendur që në 36 vende ka qenë premiera e këtij filmi. Jam e bindur që në shumicën e vendeve keni qenë edhe ju i pranishëm për ta promovuar. Cilat kanë qenë ato komentet që i ke marrë dhe që ndonjëri të ka ngelur kështu në mendje dhe që e kujton? Nuk e di nëse po më dëgjon tani?
Indri, po më dëgjon? Nuk e di nëse ka ndonjë ndërprerje teknike apo ka problem ndoshta edhe me internetin. Indri? Do presim pak kohë? Po. Okej, tani jemi në rregull. E dëgjove pyetjen? Okej. Po, e dëgjova. Po, unë ju dëgjoj, vazhdoj me ju dëgju. Ishte të thonë, ajo ka qenë pjesa më emocionuese e komplet këtij ultimit që ka një çmenuri se 36 qytete imagjino në çdo cep të botës. Unë kam pas fatin me kanë në shumë nga këtyre premierave e kam shumë kujtime normalisht sepse ne kena mrit me mush sallat siç e keni pa ju në Tetov. Që ju kam njek normalisht nga larg. E kena mrit me mush salla 400 venshe, 500 venshe, 380 venshe. E njëjti ishte edhe në Tetov. Shumë njerëz. Po, edhe nuk e harroj kur një grup që doli, ne ishim në Manhattan, në New York, mas premierës parë, edhe ishte një gru në mosh, kanë, ku diun, 80 vjeçë kështu. A shkreta kishte ardhur deri aty, edhe tha, doli duke qarë edhe sa më pa mu, filloi me më përqafu. Erdhi aty më përqafoi edhe më shtrëngoi fort e çante. O birë, thotë, o birë, si më ke knaq, më birë, se këta ne kena kalu, këtë që na kallëzohet. Nese, këto emocionet e vërteta, sepse unë e tham gjithmonë, unë nuk jam big star që vinë personat e unë, sepse jam i famshëm, ke parasysh, pra kur vinë gjithë ato personat e unë, dhe më thanë që unë punën e kam ba mirë, nuk e di nëse po na dëgjon, prap kemi një ngecje. Më vjen shumë keq që ndodhin këto ndërprerje. Indri, unë vazhdoj ta them publikisht. Indri, më dëgjon, vazhdoj ta them publikisht. Dhe me thënë që e ke luajtur rolin 10-10. Ta thash edhe kur kemi komunikuar, dhe me thënë, para se të kemi edhe këtë bisedë online, dhe me thënë, roli ka qenë 10-10, nuk e di më mirë, a do kishte mundur dikush që ta luan. Vërtet po, kaq i qiltër, kaq i sinqertë, dhe me thënë, kaq e ke dhënë vetë vetën, kaq shumë sa që unë mendoj që ka kohë gjatë që nuk isha parë ndonjë rol kaq të kyçur thellësisht. Faleminderit shumë, më zdia më në gjën, po faleminderit shumë, se mbani mu drill, më emocionu, faleminderit. Indri, për gjithë ata që nuk të njohin shumë nga afër, përveç filmit Pasaporta, ti je një aktor shumë i suksesshëm në Itali, ku atje po zhvillon karrierën tënde. Keni studiuar për infermieri para se të ndiqnit aktrimit. Si ndodhi ky kalim nga një profesion kaq praktik dhe human në një fushë artistike si aktrimi? Ka kanë vendosur paraprakisht. Domethënë, unë vi nga një familje artistash shkodran. Baba jem është dirigjent, ka kanë dirigjent i teatrit operës në Tiranë. Gjyshi jem ka kanë një nga aktorët më të mëdhenj të Shqipërisë. Gjithë kjo që po them pse? Sepse në familjen teme dihet se që do më thonë me marrë rrugën e aktrimit e artit në përgjithësi dhe dihet sa e vështirë është dhe unë thjesht kam ndjek ato këshillat e prindëve të mi që më thonë merre një herë një shkollë që t'jep një punë të sigurt. Pas kësaj i ke studio aktrimin edhe nëse ke qef edhe unë fak shubana, do të thonë kryva studimet 3 vjeçar në infermieri edhe pastaj fillova akademinë në Rom për aktrim, unë jam diplomu këtu në Rom, 3 vjet akademi edhe vazhdon ti që ndrosh besnik profesionit parë? Vazhdon të kontribuosh të jesh infermier? Po. Absolutisht, unë e tham gjithmonë, unë duhet praktikë si profesion këtë sinergji. Është shumë e vështirë, shumë Aida, i kiran të problemin. Është shumë e vështirë sepse në radhë parë nga pikpamja praktike është e vështirë, sepse kupton ke shumë vështirësina të organizosh kohën. Në radhë dytë nga pikpamja psikologjike normalisht sepse janë dy punë totalisht të kundërta nga shumë aspekte. Por jam i ri, kam energji, derisa të mundem do ta vazhdoj. E kam thënë gjithmonë, unë do ta braktisi profesionin e parë kur vërtet mos kem më kohë për atë profesion.
edhe sot kam prep kohë edhe e daj, dhe më thanë 50-50. Thuaj sinqerisht, në cilin profesion ndjesh më i përmbushur? Një aktrim, e thamë, pas një dyshim, një aktrim, sepse aja pasioni jem i parë, pasioni jem më i madh, edhe për faktin që ky profesioni jon, Aida, si që e thamë bashkë, në më thanë, edhe kur kujtova grunë në New York, ose tip me komplimentat tuja, ky profesion më rrin me të dhuru kaq shumë satisfaksione sa unë kam vështirësi artin në përgjithësi, në fakt. Sepse ti po i dhuron spektatorit, edhe jo vetëm një spektatorit, po shumë spektatore, po edhe kjo vetëm një spektator, ti atij spektatorit po i dhuron diçka që të vjen nga mbrëmë, diçka kaq e çmueshme, që është emocioni. Pra unë se harroj kur ditën e parë e akademisë na tha, se unë kam studiu teatr, unë mbaj edhe teatr shumë. Edhe na tha mësuesi i teatrit, na tha, teatri tha bëhet tha me dy persona tha. Një person në skenë, tha, edhe një person në publik, të pa. Ai quhet teatr, tha. Mos e mendoni gjana me qindra spektatora, me 10 aktor, jo. Edhe ai është thelbi i profesionit tonë. Në momentin që unë të mrritë vetëm një person mi dhënë diçka, duhet ta provoni. Po nga ana tjetër edhe profesioni i infermierisë është profesion human. Ti e ke gjetur dy më të mirat. Absolutisht, edhe ajo, absolutisht. Po, unë me thënë drejtën kam shumë qef me dhanë. Qysh se kam një vogël, a kupton, marr shumë kur jap. Edhe besoj që kjo gjë më ndihmon në të dyja profesionet, absolutisht, pa diskutim. Pra kjo është ajo që i lidh të dy profesionet. Mirë është që edhe merr nëse jep. Qenë ke me fat atëherë. Mirë është kur ke feedback nëse jep edhe merr, qenë ke me fat, them. Po, jam shumë me fat, shumë. Indri, përveç pasaportës, keni luajtur edhe në filma ndërkombëtar, si La Derive des Contenis, au Sud, nëse e thash mirë italisht, sepse nuk e di italishtën, më falë, nëse kam gabuar. Ja, është frangisht. Frëngjisht, po, frëngjisht, është më falë. O Sud, i bjen shkurt. Okej, si ndryshon puna në një produksion ndërkombëtar në krahasim me produksionet shqiptare që e patë edhe përvojën e fundit në pasaportën? Do të thënë, thelbi normalisht me të njëjti, po shumë, sepse ti duhet ta imagjinosh një set që është një vend ku shumë persona, shpesh nga kultura, nga vende shumë të ndryshme, punojnë bashkë. Pra, në fundit setin e bajnë personat, edhe e bajnë kulturat e atyne personave, ku janë formu, si janë shkollu. Për shembull, francezët, unë kam punu me këtë film, janë, mund të kisha thënë, janë të qetë. Ato punojnë me qetësi. Unë kisha do skena me një superstar franceze që quhet Isabelle Carré, edhe regjizori Lionel Bayer quhet, që është një regjizor zvicerian francez. Nuk harroj kur qetësia ati, dhe më thotë Indri, okej, mos e ke marak, ishte ora 2 natë, sepse xhiroshim natën. Mos e ke marak, e bëjmë 20 herë, 30 herë, mos e ke marak hiç, nuk e kanë hiç atë problemi. Kurse këtu për shembull në Itali ecin shumë shpejt. Nuk di si ta them, domethënë çdo vend në Amerikë janë kaq të organizuar, se kanë punuar në Amerikë, ata janë makina, domethënë janë 200 vet në set, gjithë secili ka punën e tij. Edhe aty s'ke shanse më vonu, sepse ato e gjithçka matematika, kupton? Pra, ti do marrësh më të mirën nga gjithë secili prej këtyne dhe të formon ty si aktor edhe të përgatit me punu me këdo. Padyshim. Në gjitha këto pjesëmarrje në film e teatr, më thuaj cili ka qenë roli më sfidues deri më tani që ke pas? Duke hek pak edonin e pasaportës, sepse është më i freskëti, unë kisha me thënë, ka një rol në teatr. Në teatrin Migjeni, ka një produksion italian dhe shqiptar, me një regjizor italian, që ka Kumargjio, i Carlo Goldonit, që bile juftoj me njek se e keni, është disponueshëm në YouTube for free. Edhe ai ka kanë tepër sfidues sepse kanë një 5-6 role në një. Se unë isha roli kryesor edhe ky Kumargjio, a kupton, kishte
kishte shumë vështirësinë edhe teknike, sepse ky regjizori do të në një stil që quhet komedia dell'arte, është edhe fizikisht me trupin, me përdor trupin në një farë mënyrë. Nëse ka kanë bashkë 11 orë prova në ditë për i muaj e gjys. Edhe ai ka kanë të mërësisht fizik, plus emocionet për me recituar në skenën e teatrit Migjeni, që ka kanë skena e gjyshit teme, kishte shumë pritshmëri nga publiku, unë isha i tmerrum, domethënë. Pra ka pas shumë vështirësina edhe konkrete, edhe spirituale, psikologjike, por besoj e kam dalë. Padyshim, si çdo herë tjetër. Indri, më thuaj, sa është e rëndësishme për ty që sa është e rëndësishme për ty që të sfidoni shumë role dhe madje të përfaqësoheni ndërkombëtarisht, një shqiptar të përfaqëson artin dhe kulturën e vlerat e tij në shtetet e huaja. Tepër e rëndësishme është misioni jem, për thjesht faktin që ne sot jetojmë në një botë të lidhur. Ne jemi komplet një botë që s'kena kanë kur ka shlidhur, na kupton? Pra, por njëkohësisht unë jam i bindur që nuk duhet ta hupim atë identitetin ton, gjithë secili prej nesh, prej kombëve tona. Pra, mi bashku këto dy gjana bashkë, po bi shembullin më të freskët, mram ishim duke parë gjithë besoj Eurovisioni, Shkodra Elektronike, Eurovisioni pra ai format që mbledh gjithë popujt, Shkodra Elektronike që përfaqëson Shkodrën dhe Shqipërinë. Pra, është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme që t'i hapim horizontat tona, që mos të myllna në atë comfort zonin ton, të vendit ton. Edhe gjaja që më lën me shpresu shumë është që generacioni i regjisorëve ton, për shembull Eduardi që kape me Reike xhiron Meksik, regjisorin tuaj Maqedonës Iber Deari që sapo ka bërë filmin. Keni pasur edhe me të një bashkëpunim, që unë e njoh. Jo, do kena inshallah, po jena thjesht jena taku, jena njoft. Po, jena lidh diçka. Edhe, po du me pru fjallën, a kupton, ti ba me pa filmin e Iberit, është një film, dhe me thanë, që flet për një vend të vogël të Maqedonisë, por është i bam në një mënyrë që mund të lexohet në gjithë botën, edhe mund të, ke parasysh, mund të kuptojnë e mund të shijojnë edhe në Kanada. Pra, kjo është ideja, a kupton, okej, ta qoj unë atë historinë teme, se ta promovoj e ta ruaj identitetin tem, por që të komunikoj me botën, jo vetëm me të mitë. Po, me qenë se nuk na premton shumë koha, ne këtu duhet ta përmbyllim këtë bisedë, po më thuaj për fund, cilat janë projektet e ardhshme që mund t'i shohim nga Indri? Ka diçka të selektuar që mund t'na zbulosh? Jo, që mund zbuloj, jo, se thjesht sepse unë jam edhe italian, kështu gjysë shqiptar, gjysë italian, ne këtu i thojmë skaramantikoj, thëmë skaramancija është kur ti deri sa të kryhet, firmoset kontratat, fillojnë xhirimet, ti nuk tregon gjë, pra nuk mund zbuloj gjë për këtë arsye thjesht, jo se du më basi interesant. Por sigurisht po, do ketë sa dush, edhe shpresoj edhe në vendin tuaj të bukur, në vendin ton, në vendet tona, në përgjithësi. Ato e kam zemrën, edhe aty unë nuk do i tham kur jo. Shqiptarisë. Gjërave të bukura. Bile do jem gjithmonë. Ja, gjërave të bukura, po imagjino gjërave të bukura me i bën vendin ton. Nuk ka. Indri, të falenderoj jashtëzakonisht shumë që na përçove këtë energji që këtë mëngjes nga Italia dhe që njohëm nga afër Indri Shirokën, rolin e Edonit të filmit Pasaporta dhe jo vetëm, folëm pak edhe për rrugtimin tënd artistik, vështirësi që ke hasur ndër vite dhe kështu me radhë. Uroj shumë suksese dhe uroj që në një të ardhme të afërt të na vish edhe me një premier në Maqedoni, pse jo? Jo, premtoj që do ndodhi. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Ditë mbarë. Mirupafshim e faleminderit shumë për jush. Mirupafshim.